ndodhen në Izrael kryesisht për punë, për arsye profesionale dhe turistike, dy prej tyre. Është numër i vogël krahasuar me tetorin e 2023-shit, janë dhe ata mirë, i kemi udhëzuar të rinë të mbyllur pranë dhomave të sigurisë. Jemi në kontakte të vazhdueshme dhe jemi në pritje të shohim se si do të zhvillohen ngjarjet në mënyrë për të organizuar më tej dhe qytetarët largimin e tyre nga vendi. E qartë, pra keni qenë në kontakt të vazhdueshëm dhe me qytetarët shqiptarë të cilët ndodhen aktualisht në Izrael për arsyet që ju na thatë. Nuk dua t'ju marr shumë minuta, por dua t'ju pyes, Jo, ne dhe stafi i Ministrisë të Punëve të Jashtme në Tiranë, pra ambasada dhe ministria, kemi qenë gjithë kohën në lidhje me ta për të asistuar me sa mundemi me udhëzime kryesisht për gjatë kësaj periudhe, sepse nuk kemi çfarë bëjmë më shumë, por prioritare për ne është në këtë moment sigurohemi që qytetarët tanë marrin udhëzimet në kohë reale, t'i kuptojnë ato për shkak të gjuhës, pra i dërgon vetë shteti izraelit, i publikon edhe në anglisht, po edhe unë her pas here gjithmonë gjërat më të rëndësishme ja kam çuar dhe në mesazh WhatsApp të qytetarëve që ndodhen këtu në mënyrë që t'i asistojmë dhe t'jenë sa më të qetë. E kuptoj. Dua t'ju pyes pak edhe për deklaratat të cilat vijnë nga shteti izraelit. Si është transmetuar e gjithë situata, pra pritet që të ketë sulme, apo është thënë që situata është në një farë mënyre nën kontroll nga ana e Izraelit? Jo, situata është ende në vazhdim, pra është një proces në vazhdim. Kryeministri i vendit ka deklaruar që është një luftë dhe nuk është një sulm i njëhershëm, pra një moment, një përplasje thjesht. Kështu që jemi të gjithë në pritje, deklaratat janë publike, jam e bindur që ju i keni parë gjithashtu. Absolutisht. Ndërkohë do kem mundësi që pas pak lexoj edhe deklaratën e bërë nga ana e Ministrisë së Punëve të Jashtme për sigurisht për dhënë dhe një mesazh edhe se çfarë është duke ndodhur dhe një pyetje të fundit se nuk dua t'ju mbaj më gjatë. Ju ndodheni në zona të strehimit, ne kemi folur pak më përpara të konsideruara si shelters, apo ndodheni në ambientet e ambasadës? Unë jam në ambientet e banesës, ku janë banesat në Izrael të gjitha janë me dhoma sigurie brenda. Janë dhoma të vogla, pa dyshim, për të llogaritura për familje, me shpresën që nuk do të kemi nevojë për të vajtur dhe për të evakuuar në ambiente më të sofistikuara, të cilat janë ato të bashkisë dhe janë për grumbuj, për numër të caktuar qytetarësh, pra me kuadrat zakonisht, ose për grumbuj pallatash. Aktualisht kam zgjedhur të jem në banesë, dhomën e sigurisë e kam shumë afër, kështu që jam brenda udhëzimeve që jam. Dëgjojnë sulmet me raketa aty në Tel Aviv? Dje kanë qenë shumë të forta. Zhurmat kanë qenë shumë të forta dhe fatkeqësisht kemi pasur edhe disa në një ndër pallatet e bllokut ku jemi të akomoduar dhe ne. Diplomatët nga Shqipëria ka pasur një ndër pallatet është prekur, por fatmirësisht pa dëme serioze në njerëz dhe kolegë diplomat të shteteve të tjera janë detyruar të evakuohen nga banesat. Zoja Kumbe, nuk duhet ju mbaj më gjatë për shkak dhe situatës alertit ku ju duhet të gjendeni në dhomat apo në ambiente ku sigurisht siguria juaj dhe familjes tuaj është kryesore. Uroj që t'jeni mirë dhe kjo situatë të përfundojë sa më shpejt dhe sigurisht të dëgjojmë lajme të mira nga gjithë shqiptarët, por për këtë e kam fjalë, por me që jemi duke folur edhe për ambasadë dhe gjithë ekipin diplomatik që ndodhet atje. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit shumë. Faleminderit dhe juve.